Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës ka përmbyllur procesin e regjistrimit të votuesve nga diaspora për zgjedhjet e parakohshme parlamentare pas një periudhe aplikimi që nisi më 6 maj. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga KQZ, gjatë kësaj kohe janë pranuar mbi 142.000 kërkesa për regjistrim përmes platformës elektronike. Në këto aplikime mbi 109.000 janë aprovuar, ndërsa më shumë se 25.000 kërkesa vazhdojnë të jenë në proces shqyrtimi nga autoritetet zgjedhore. Institucioni zgjedhor po vijon verifikimet përfundimtare të dokumentacionit dhe të dhënave të aplikuesve përpara publikimit të listës finale të votuesve jashtë vendit. Sipas statistikave të KQZ-s, forma më e preferuar e votimit për qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit mbetet votimi përmes postës. Ky mekanizëm vazhdon të shihet si alternativë me lehtë për diasporën kosovare, e cila në zgjedhjet e fundit ka pasur një pjesëmarrje në rritje. Ndërkohë, mbi 24.000 qytetarë janë regjistruar për të votuar fizikisht në përfaqësitë diplomatike të Kosovës, përfshirë ambasadat dhe konsultat në vende të ndryshme të botës. Në bazë të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, procesi i votimit jashtë Kosovës do të organizohet përpara ditës zyrtare të zgjedhjeve në vend. Votimi përmes postës pritet të nisë më 25 maj dhe do të zgjasë deri më 6 qershor. Gjatë kësaj periudhe, qytetarët e regjistruar do të mund të dërgojnë flet votimet e tyre nga shtetet ku jetojnë drejt Kosovës, ndërsa votimi fizik në ambasadë dhe konsulta do të mbahet më 6 qershor. Megjithatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se do të rishikojë listën përfundimtare të përfaqësuesve diplomatik ku do të zhvillohet procesi zgjedhor. Sipas rregullave në fuqi, në rastet kur numri i votuesve të regjistruar në një ambasadë ose konsulat është më i vogël se 50 persona, votimi fizik nuk do të organizohet. Në këtë rast, qytetarët e regjistruar do të kalojnë automatikisht në kategorinë e votimit përmes postës. Autoritetet zgjedhore në Kosovë e konsiderojnë pjesëmarrjen e diasporës një element të rëndësishëm të procesit demokratik, ndërsa interesimi i lartë për regjistrim shihet si tregues i përfshirjes së vazhdueshme të qytetarëve që jetojnë jashtë vendit në zhvillimin e politikës të Kosovës.